Mjera musliman në mbarvendin ka nisur që në orët e para të mëngjesit të së martës festimet e Kurban Bayramit. Në qarkun e Shkodrës si vjet për shkak të kushteve atmosferike të papërshtatshme, ceremonitë e faljes janë kryer në xhamitë të qytetit. TV1 Channel duke u bashkuar kësaj atmosfere festive, që në orët e para të mëngjesit ka nisur transmetimet maraton fillimisht me falje në xhaminë e Parrucës e më pas me urimet. Në fjalën e tij para besimtarëve musliman, muftiu Imam Muhamet Sytari u ndal tek rëndësia që ka festa e Kurban Bayramit në jetën e çdo besimtari. Ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala me të madhe që na bani prej muslimanëve dhe na bani të drejtuar dhe të udhëzuar në rrugën e njësimit të Allahut subhanahu wa taala, sepse nuk ka gjë më të mirë e si harish më të madh për jetën e njeriut se sa udhëzimi në besimin në një Zot të vetëm, krijuesin e vetëm e të pashos të gjithësisë. Se nuk ka mirësi më të madhe në jetë se sa ta ndjesh Zotin në jetën tënde, e dëshmojnë zemra jote se nuk ka Zot tjetër përveç ti, e dëshmojnë çdo qelizë e trupit tënd se nuk ka dashni më të madhe në jetë se sa dashnia e Allahut, e nuk ka thirrje më të madhe në botë se sa thirrja Allahu Ekber. Zuar Kurban Bayramin dhe me zemër të mirë dhe qofshin me bekimet e Allahut dhe mirësinë e tij. I njëjti ritual është kryer edhe në xhaminë e Madhe Ebu Bekër, ku besimtarët pasi kanë kryer ritjen e faljes, janë drejtuar shtëpive për të nisur ceremonitë festive dhe vizitat e urimit tek njëri tjetri. Tashmë TV1 Channel e ka kthyer në traditë, duke u bashkuar festave fetare me lidhje të drejtë për drejta, për të qenë pjesëtar i pandari çdo familje shkodrane e mëxher.